24% e nxënësve 13 vjeçar pothuajse tërë ditën e kalojnë në telefon. 63% thuajse gjysmën e ditës e kalojnë para ekranit. Ndërkohë vetëm 6% lexojnë libra. Shifra alarmante nga studimi i fundit i Institutit për Hullumtime Sociologjike, të cilat duhet të shqetësojnë prindërit, mësimdhënësit, por edhe gjithë shoqërinë, për ndikimin e pajisjeve digjitale në rezultatet e dobta të nxënësve në shkolla, por edhe zhvillimin dhe shëndetin e tyre mendor. Në intervistën e ditës flasim me psikologun Safet Ballazhi. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pas prezantimit ekskluziv të gjeshëm para një audience më profesionale dhe më të vogël, faleminderit për ftesën edhe një herë që për rastin të prezantojmë të gjetjet kryesore në nivel nacional, domethënë para një audience më të madhe. Zoti Ballazhi, apo rritet një brez që jeton në botën virtuale dhe po shkëputet gjithnjë më shumë nga realiteti? Definitivisht bota virtuale është te ne, edhe kam frikën se në fakt sendet ndodhin aq shpejt sa që nuk jemi në gjendje edhe të vedisohemi se çfarë është duke ndodhur e jo më të mendohemi se si të pozicionohemi dhe si të gjejmë mënyra dhe masa se si disa sendet i parandelojmë ose të paktën se si ti kemi nën kontroll. Kështu që është një sfidë e madhe e përditshmërisë në të cilën jetojmë, po ja, duhet të gjithë në një farë mënyrë të jemi më koshient edhe të mund të identifikojmë sendet edhe pastaj të dimë se sa më mirë të pozicionohemi që t'i adresojmë në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Apo e paguajmë çmimin e teknologjisë me rezultatet e dobta të fëmijëve në shkolla? Çfarë thonë dhe rezultatet e studimit? Definitivisht, po, gjetjet nga hullumtimi i fundit e tregojnë atë që ndoshta të gjithë në një ose tjetër mënyrë e dimë, jemi të vetëdijshëm, se domethënë fëmijët tanë kalojnë kohë shumë të madhe në pajisjet digjitale, edhe ajo do të thotë jo vetëm se dëmi nuk është vetëm se kalon kohë në pajisjet digjitale, por është kohë të cilën duhet ta kalosh në diçka tjetër, të zhvillosh disa kompetenca tjera, disa aftësi tjera, ajo zëvendësohet me kohë e cila kalohet para pajisjeve digjitale, që do të thotë se ndoshta ashtu dëmi është i dy fishtos, pasi që nuk e fiton edhe atë që duhet fitohet, edhe humb plus edhe më shumë, duke qëndruar ta në kohën në pajisje digjitale. Në bazë të gjetjeve, ajo që bie në sy është se vetëm 6% e fëmijëve të klasave të teta, pra diku 13 vjeçar, 14 vjeçar, lexojnë libra. Çfarë do të thotë kjo dhe çfarë duhet bëjnë prindërit dhe mësimdhënësit që t'i nxisin fëmijët të lexojnë libra? Ashtu, do më thonë, juve po e keni kapur shumë mirë se për fat të keq vetëm 6% të nxënësve të klasave të teta, disa janë 13, disa 14 vjeçar në atë kohë, janë duke lexuar libra, edhe tash është interesant, po nëse i krahasojmë me nxënësit e klasave të katërta, me të cilët neve domethënë e kemi kryer këtë hullumtim, dhe aty e shohim se nëse në klasat e katërta 31% të fëmijëve janë duke lexuar libra në kohën e tyre, dhe është një prej mënyrave të preferuara se si të kalojnë kohën e lirë, mbas vetëm 4 viteve, këto 31% bien vetëm në 6%, ose nga çdo i treti bien në çdo i 15 nxënës, i cili është mënyrë e preferuar të kalojë kohën e lirë duke lexuar libra. E kjo tani duhet të jetë alarmuese për të gjithë ne, edhe për prindrit, edhe për arsimtarët, edhe për të gjithë shoqërinë e gjerë. Dhe cilat aftësi dështojnë fëmijët t'i zhvillojnë duke përdorur në mënyrë të tepërt telefonat celular, por edhe pajisje tjera? Unë do kisha thënë se problemi më të madh e kemi me fokusin. Fëmijët të cilët qëndrohen në kohë të gjatë, ndonjëherë disa raportojnë se gati se gjithë ditën janë në pajisjet digjitale, thonë problemi më i madh do të ishte se janë të shpërqendruar. Dhe edhe atëherë kur fillojnë të bëjnë diçka tjetër, kur do gjejmë një pagës kohë dhe me këtë mirimi me libra, e kanë shumë të vështirë të dalin nga bota virtuale, edhe të fokusohen edhe të punojnë diçka tjetër që kërkohet prej tyre. Domethënë fokusi është definitivisht një prej problemeve kryesore. Pastaj të njëjtët atë probleme fokusin e kemi jo vetëm në shtëpi, dhe kur duhet të
kalojmë kohë edhe me aktivitetet të tjera, por edhe në shkollë. Do të thonë, sa më shumë që jemi pjesë e botës digjitale, do të thonë, tan kohën nëse kalojmë kohën e lirë në pajisje digjitale, aq më rënd pastaj kemi edhe kur jemi brenda shkollës, të mund në mënyrë të fokusuar të dëgjojmë se çfarë ndodh ose të marrim pjesë ashtu me radhë. Do të thonë, ajo ishte problemi kryesor. Në këtë kulumtim, gjithashtu theksoni se nxënësit e kanë shumë të vështirë ta kuptojnë atë që e lexojnë. A ndikon dhe kjo? A është si rezultat i përdorimit të tepërt të pajisjeve? Ose përse ndodh kjo? Prej hulumtimit nuk mund të konstatojmë me njëherë atë se pikrisht vetëm se përdorin pajisje digjitale e kanë më të rëndë të kuptojnë sendet që i lexojnë, pasi që besoj se edhe juve e dini, ndoshta 20 vite e fundit, neve tanë kohën kemi probleme me rezultatet në testet ndërkombëtare. Do thonë testi PISA edhe të tjerët, që tanë kohën na tregojnë se në vendin tonë, edhe në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën shqipe, domethënë nxënësit që mësojnë këto gjuhë, po të gjitha domethënë gjuhët, jemi prej më të dobtove, domethënë me atë se çfarë ne i kemi arritur. E tani nëse kjo ka qenë puna, domethënë këto realiteti ka qenë i tillë edhe para 20 viteve, tani mund vetëm të paramendojmë se me shtimin e pajisjeve digjitale, të cilët bëjnë pjesë e përditshmërisë të fëmijëve, domethënë bëhet një faktor plus që edhe më shumë ndoshta ndikon që edhe atë pak kohë të lirë që e kanë në dispozicion që të harxojnë, domethënë për të përvetësuar njohuri edhe kompetenca të ndryshme, edhe ajo disi sikur na ikën edhe disi bën ndoshta problemet edhe më të mëdha. Po si shpjegohet fakti që nuk ka përmirësim në këtë kuadër, përmendet testimet ndërkombëtare, përse nxënësit tanë dallojnë shumë për nga njohuria në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre në vendet e ndryshme të Europës? Ashtu, besoj se duhet reforma edhe duhet punë. Nëse bim reforma, mirë po nuk i qëndrojmë aty reformave, nuk do kemi rezultat. Neve kishim edhe koncepcion të ri para disa viteve. Mirë po edhe unë tanë kohën të them se çfarë do të qoftë reforma që të bëjmë, çfarë do të qoftë libra të ri të sjellim, për herë është ajo pjesa e fundit, arsimtari të punojë me fëmijën, po edhe prindit të punojë me fëmijën, fëmija vetë të punojë në shtëpi, domethënë që të mund të sigurohemi se do kemi rezultate shumë më të mira. E tani në masë të madhe, në sistemin tonë arsimor, prej fëmijëve kërkohet vetëm të reprodukojnë njohuritë. Dhe është niveli më i ulët i njohurive, të di fakte. Sipas taksonomisë të Bloomit, domethënë njohuritë duhet të avancohen në nivele më të larta, siç do të ishte thonë aplikimi i njohurive. Nuk është interesant vetëm të di diçka se si është ose numra të di, po atë që mësoj të mund t'i gjej në mënyrë si të aplikoj në jetën time të përditshme. Nëse shkolla jonë, nëse nëpërmjet mësimeve, neve nuk arrim fëmijëve t'u japim atë se si ta aplikojnë atë që jemi duke e folur në jetën e përditshme, atëherë do kemi probleme, edhe për herë kur do marrin testet, do e kenë deri diku të lehtë t'i rrethojnë dhe t'i gjejnë ato sendet ku duhet vetëm të njohin përgjigjen, mirë po do kemi probleme atëherë kur duhet të lexoj edhe tani të aplikoj atë që ka mësuar, domethënë si diçka si zgjidhjet e një problemi, edhe është ai niveli më i lartë kur e aplikoj njohurinë që e kam marrë, domethënë të bëj sintezë, bëj analizë të dhënave, edhe në atë mënyrë domethënë kam njohuri funksionale. Nëse domethënë nuk mund të aplikoj, ajo është njohuri, është e kam mirë, por nuk mund të përdori. Domethënë kote se e kemi atë njohuri nëse nuk mund t'i gjejmë përdorim. Në këtë kuadër mendoni se duhen reforma edhe në shkolla, duhen trajnime ndoshta shtesë edhe për mësimdhënësit? Ashtu, besoj se trajnimet asnjëherë nuk janë pak. Besoj se për herë kemi nevojë për edhe më shumë trajnime. Pasi që neve kohën kemi gjenerata të cilët ndrojnë, arsimtarë që ndoshta kanë qenë të mirë, por ngadal e sosin, domethënë ecjen e tyre të punës, dalin në penzion. Për herë kemi arsimtarë të ri të cilët vinë, edhe jo çdo herë jemi të sigurt se gjeneratat e reja që vinë janë krejtësisht të kompetente të punojnë në mënyrën më të mirë të mundshme me fëmijët tanë. Atë që nxënësit, studentët e studiojnë gjatë arsimit inicial, domethënë në për fakultete,
nuk është e mjaftueshme që të jenë ato edhe arsimtar të mirë në kuptim e plot të fjalës. Duhet ta kohën edhe ata të punojnë me veten, ndoshta duhet edhe sa më shumë edhe të krijohen grupe ku ato do mund të mësojnë edhe prej atyve me më eksperiencë, të mos kënaqemi me ato pak që e kemi. Përherë do të kërkojmë më shumë edhe më shumë. Aty normalisht kemi edhe prindrit që të mbjellin dashurinë ndaj nxënjes, ndaj mësimit, dhe nëse atë e kemi arritur, atëherë edhe fëmiu dhe pastaj vetë do kalojnë një kohë të caktuar duke u marrë me mësimet, me lëndët e ndryshme, me tekste të ndryshme. Ajo që bie në sy në këtë hulumtim është se dallon shumë rezultati i fëmijëve në shkolla caktuara, me shkolla të tjera dhe komuna nga komuna. Kjo përse ndodh? Ashtu. Kështu, neve hulumtimi u krye në 2 komuna të Shkupit, të cilët janë komuna më shumë ose më pak komuna urbane, edhe ishim, nuk na pëlqejnë rezultatet. E tani thamë nëse në komunat e Shkupit dhe komuna urbane janë rezultatet e këtilla, mund të paramendoni si mund të jenë rezultatet edhe në qytete tjera ose komuna më të vogla. Normalisht, përherë do ketë dallime më të mëdha ose më të vara në komunë, në rajon në rajon, ndoshta ajo tregon atë që thash një komunitet i profesionistëve të cilët punojnë së bashku dhe ndonjëherë përmbajnë njëri tjetrin, edhe krijohet ajo kulturë e të mësuarit edhe të investimit në arsim, dhe prandaj mund të flasim për shkolla më të mira, për komuna më të mira, e ashtu me radhë. Zoti Ballaqi, ju jeni psikolog, do doja një vlerësim sa është i rrezikshëm përdorimi i tepërt i telefonave dhe në shëndetin mendor të fëmijëve. Gjithnjë më shumë fëmijë kanë problem me izolimin, varësinë nga pajisjet digjitale, por edhe vuajnë nga ankthi. Po, definitivisht përdorimi i tepërt i çfarë do qoftë, ngadalë shndrohet në problem të madh. E tani kur flasim për pajisjet digjitale dhe kur fëmijët janë të lënë një kohë të gjatë të kalojnë në botën virtuale, duke mos qenë të vetëdijshëm se në fakt çfarë ndos në atë botë virtuale, ndoshta ajo për mua do të kishte qenë problemi më i madh. Pasi që neve aty dështojmë si prindër, dështojmë si arsimtar, pasi që ngadalë neve nëse më parë thoshim se fëmijët edukojnë prindrit, pastaj kemi shkollën, moshatarët. Tani sikur kemi një faktor që është më i madh i të gjitha këtyre, ajo është interneti ose të panjohurit. Edhe ajo ndoshta për mua do të ishte problemi më i madh, nëse neve nuk kemi kontroll se çfarë ndodh në botën virtuale, se me kë shoqërohet fëmiu, çfarë kontenti, çfarë përmbajtjesh, i dalin para në ekran, ajo do të ishte problemi më i madh. Pasi që nëse nuk kemi kontroll, diçka mund të ndodhi dhe neve të mos jemi vetëdijshëm. Do të ndonjëherë bëjmë vetëdijshëm atë kur bëhet pagës vonë, kur fëmia veç më ka probleme të mëdha, ka me ankthje, të mos flasim edhe për probleme më të mëdha. Një nga problemet është edhe bullizmi që ndodh në shkolla, por tani sigur është vendosur edhe online. Po, bullizmi përherë ka qenë aty, tani ndoshta kjo në formën online është një mekanizëm shtesë se si mund të përhapet edhe të marrin në fuqi në një farë mënyre, pasi që nëse diçka ndodh brenda 4 mureve, edhe ato fëmijë që janë aty e shohin edhe disi mbaron aty. Mirë po tani juve jemi të gjithë të vetëdijshëm sepse shpesh fëmijët çfarë bën mes vete. Ndodh bullizëm në brenda 4 mureve, domethënë në klasë, mirë po dikush atë incizon, pastaj atë e transferon në grupe të mbrëmshme mes nxënësve, ndonjëherë prej atij grupi të mbrëmshëm del jashtë, pastaj të gjithë bëhemi të vetëdijshëm sa ka ndodhur diçka e tillë, që do të thotë se presioni të cilën viktimat e përjetojnë në kohën e sotit ndoshta shumë më i madh krahasuar me një kohë më përpara. Pasi që tani është nga të gjitha anët, është në një farë mënyre i bëhet presion, ato persona të cilët janë të bullizuar ta ankohen. Edhe kur ndodh diçka, mirë po pastaj ajo është diçka sikur asnjë nuk mbaron, por pastaj vazhdon edhe për rrjetet sociale, nëpër mesazhet, ashtu që viktimat e gjëra nuk kanë ku të shkojnë atje. Në klasë nuk është okay, edhe në shtëpi ku shkon në një farë mënyrë sikur ato i përndjekin duke u lëshuar edhe mesazhe ose duke lëshuar video, ashtu me radhë, domethënë duhet jemi shumë koshient, edhe prindrit, edhe arsimtarët, po edhe moshatarët, mirë po ndoshta më së shumti prindrit edhe
edhe arsimtarët edhe është lehtë, pasi që çdo herë kur shohim se diçka çuditshme është duke ndodhur, duhet të na hapen syt katërt, mos thomi okay, është fas ose ku diun çfarë, do të thonë duhet për herë të jemi koshient të kapim këto sinjalet e para të vogla, edhe të mund të reagojmë në kohën e duhur, pasi që nëse nuk e bëjmë atë, ndonjëherë bëhet tepër vonë. Ja, për shembull, disa vende të zhvilluara europiane si Franca, Holanda, Suedia kanë ndaluar përdorimin e telefonave në shkolla. Mendoni se dhe Maqedonia duhet ta ndjek këtë shembull? Sa për ndalimin e telefonave në shkolla, besoj se te ne ka plot shkolla të cilët, e kanë marrë atë si mas. Unë kam pasur rast të shoh plot klasa kur do të hysh brenda do shohë se telefonat mblidhen te tavolina para kujdestarit të klasës ose para arsimtarit, ose ka raste ku i vendojnë ndonjë vend në mur, domethënë ka për secilin nxënës numri 1, numri 2, numri 3, 10, ku e vendojnë telefonin. Mirë po, nuk është ajo e mjaftueshme. Domethënë, këtë që e bëjnë nëpër shkolla është vetëm se si të mundsojnë që procesi arsimor të rrjedh në mënyrë si duhet. Pasi që nëse nuk e bëjnë atë, fëmijët edhe gjatë orës ta ankohen, arsimtari ligjëron diçka ose tregon diçka, fëmijët vetë do Si në për shkollat e mesme, për shembull. Ashtu, po. Ajo që e përmendet se domethënë për shumë shtete që mua më vjen interesante, si Franca, si Australia, po Suedia, nëse nuk gabojmë, ka edhe më shumë raste, se si ngadalë tentojnë që në një farë mënyrë të marrin kontrollën në duart e veta, edhe atë e bëjnë duke i ndaluar rrjetet sociale për fëmijët ndër 15 vjeç. Dhe kjo është interesante pasi që si kalon koha, më shumë shtete e marrin këtë hap. Tani, ja dhe Shqipëria ishte para një vjeti, kur e ndaloi TikTokun për minimum një vjet nëse nuk gabojmë. Edhe ajo është që paraprakisht në fillim kur fliqim se ndonjëherë neve duke parë se çfarë është duke ndodhur, marrim disa masa, mirë po mendoj për herë është pyetja se a janë të vënuara ato. Pasi që sendet ndodhen shumë shpejt zhvillohen edhe sendet të reja dalin, derisa ne të mendojmë, të krijojmë debate, edhe të mendojmë se çfarë alternativash të zgjidhim, se si ti parandalojmë do sende, apo ta ecën shumë shpejt para. Ato që shumë shtete janë duke e bërë këtë, ndoshta na tregon se edhe në shoqëritë tona duhet pagas më me seriozitet domethënë të miren këto sende që të mund t'i kemi disa sende më shumë në kontroll. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit e juve për ftesën. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë më tej me lajmet.